Biletat për takimin me Meghan Markle kushtojnë mbi 1.500 euro, fotografia me të edhe 300 euro shtesë. Meghan Markle dhe princi Harry pritet udhtojnë muajin e ardhshëm në Australi për disa aktivitete publike. Meghan do të jetë mysafiranderi në një event traditor për gra në Sydney, ku do të mbajë një fjalim në një dark gala. Çmimet e biletave për këtë event kanë shkaktuar reagime në rrjet. Paketa bazë për fundjavën kushton rreth 1.665 euro dhe përfshin qëndrimin në hotel Buzdetit, pjesëmarrje në aktivitete si yoga, meditimi dhe festa, ndërsa biletat VIP që kushtojnë rreth 1.973 euro u japin pjesëmarrësve vende në rreshtat e parë në darkën gala dhe mundësinë për një fotogrupi me Meghan, për të cilën paguhet rreth 308 euro shtesë për person. Ndërkohë në media është rikujtuar edhe një pretendim nga libri Courtiers, The Hidden Power Behind the Crown, i gazetarit Valentin Low, ku thuhet se gjatë vizitës së parë të çiftit në Australi në vitin 2018, Meghan ishte shprehur habitur që nuk paguhej për takimet me publikun. Gjatë këtij udhëtimi edhe princi Harry do të marrë pjesë në aktivitete publike. Ai pritet të mbajë një fjalim në një summit për shëndetin mendor në Melbourne, ku biletat fillojnë nga 1.219 euro, ndërsa të ardhurat do t'i dhurojnë organizatës bamirëse Life in Australia.